Virusi stinor i gripit është duke bashkë ekzistuar me virusin e COVID-19, çka ka sjellë shtim të rasteve në rajonin e Korçës, kryesisht në moshat pediatrike, ndërsa nuk kanë munguar edhe rastet në moshat e rritura. Sipas shefes së shërbimit të epidemiologjisë pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Korçë, Merita Kroi, aktualisht janë 9 raste aktive me COVID-19, ndërsa mund të jenë edhe shumë të tjerë të cilët nuk janë paraqitur për të kryer teste të shpejta apo teste PCR. Fëmijët janë më të rrezikuarit në këtë periudhë, sa i takon mundësisë për të infektuar me COVID-19 për shkak të grumbullimeve në shkolla e kopshte apo edhe pranë këndeve të lojrave. Por mjekja Kroi tregon se kryesisht të gjitha rastet me koronavirus nuk kanë qenë raste të rënda, por janë trajtuar pranë familjeve. Nuk mund të themi që nuk ka raste ka sepse bashkë ekzistenca e virusit Covidit dhe virusit stinor detyrimisht të japë që të kemi raste. Më shumë janë raste të moshave pediatrike, që paraqiten urgjencën e pediatrisë dhe me testet shpejta kanë dalë pozitiv. Nuk kemi raste të rënda, si në moshat e rritura, edhe në moshat pediatrike nuk kanë qenë raste të rënda. Aktive kemi 9 persona. Moshat pediatrike kanë kaluar lehtë, janë të rënda, si virozat që janë, se dhe ndryshimi i temperaturës tash i bën që të kalojnë këto viroza e stinës. Në kushtet e përhapjes së gripit stinor, por edhe të koronavirusit, mjekja bën apel për higjenë maksimale për fëmijët, por edhe për të rriturit, ndërsa thekson edhe rëndësinë e evitimit të grumbullimeve. Kujdes më të evitojmë ato grumbullimet dhe në një higjenë të fëmijës dhe tonën dhe të prindërve një higjenë sa më të mirë, më thonë të respektojmë të gjitha rregullat e higjienës. Sidomos fëmijëve, larjen e duarve, mos prekjen e çdo sendi, sidomos vajtja nëpër lodrat, të tash që u grumbulluan dhe nëpër kopshte, duhet kemi kujdes nëpër kopshte, nëpër çerdhe për hap higjienën e fëmijëve. Edhe ardhja e migrantëve gjatë sezonit veror dhe qarkullimi qytetarëve në plazhe brenda dhe jashtë vendit ka bërë që COVID-19 të qarkullojë edhe më shumë, duke sjellë shtim të rasteve në rajonin e Korçës.